Mirëmëngjes edhe për ju në studio dhe për gjithë shikuesit e Koha Vizionit. Pra jemi këtu te Termokos, dje që Termokosi pra ka nisur ngrohjen më herët, pra se zakonisht që fillon sezoni ngrohjes për shkak të ftohtit apo temperaturave të ulta që mbizotruan në vend. Kështu që tani jemi këtu dhe do të shohim se si po shkon ky proces dhe cilat janë planet e Termokosit për më tutje. Për të folur pra më shumë për këtu pranë meje kam edhe zëdhënësin e Termokosit, Aferdita Uka. Faleminderit Aferdita shumë që na pranuat pra këtu. Faleminderit për jush për mundësinë, është kënaqësi si gjithmonë. A pra tregon atëherë se si po shkon procesi ngrohjes, e dim që ka filluar më herët, a ka pas ndonjë të lashe apo ka tani ndonjë të lashe? Fillimisht për shkak të shpejtimit fillimit sezonit ngrohjes, 8 ditë para afatit zakonshëm ngrohjes, kemi pas atë hallën se sa do të arrijmë ta stabilizojmë furnizimin me ngrohje për mbi 25.000 konsumator sa i kemi të kyçur në rrjetin e ngrohjes, pasi që ai përshpejtimi kishte mbi vete një rrezikshmëri shumë të lartë të dështimit apo edhe përkeçimit të furnizimit për shkak të mundësisë shpërthimit të rrjetit të ngrohjes nga temperaturat mënjëhershme. Andaj kemi operuar me shumë kujdes, duke ngritur gradualisht kapacitetin. Është ajo padurueshmëria konsumatorëve tanë që mënjëherë të kenë ato temperaturat maksimale të ngrohjes në radiatorët e tyre. Në vazhdimsi në gjitha adresimet tona kemi kërkuar mirëkuptimin e tyre për shkak se ky operim do duhet të bëj shumë me kujdes se herave tjera kur ne kemi filluar të marrim energjinë termike nga keku disa ditë para se ta ndjejnë atë konsumatorët tanë, ndërsa kësaj here ishte një situatë krejt tjetër, ishte një presion jashtëzakonshëm ndaj neve si institucion, si ngrohtore qendrore që të furnizojmë me ngrohje në një afat sa më të shpejtë më shumë gjithë konsumatorët tanë, megjithatë ja kemi dalur, megjithatë ato vështirësitë e fillimit, stabilizimi me ngrohje është stabilizuar për brenda disa ditësh për gjitha konsumatorët tanë. Tani ata janë duke furnizuar me ngrohje mjaftueshme dhe cilësore, po vazhdojmë me një furnizim të tillë sipas kapaciteteve tona dhe varësisht nga rënja e temperaturave të ajrit, ne do të ngrisim kapacitetet e furnizimit me ngrohje për gjithë konsumatorët tanë. Vjet ka pas probleme me matësit, pra ka pasur një qytetar që janë ankuar për matësit që nuk po ju funksionojnë madje edhe për çmimet e larta. Si vjet që është puna, janë furnizuar të gjithë me matës dhe apo kanë probleme? Në fakt, realizimi i projektit Prishtina Heat Save nëpërmes fondeve të qeverisë amerikane nëpërmes MCC-s ka qenë një fond prej $10 milion, i cili ka qenë i dedikuar për 17.500 konsumator, aq kanë qenë të kyçur në atëherë në rrjetin tonë të ngrohjes, kur është bërë planifikimi i këtij plani pra për shtrirjen e gjitha këtyre pajisjeve tek pajisjet e ngrohjes të konsumatorëve tanë. Ndërkohë ne kemi shkuar në vazhdimsi duke zgjeruar rrjetin e ngrohjes dhe fondet kanë qenë të alokuara vetëm për ashtë konsumator sa kanë qenë të kyçur në rrjetin e ngrohjes vitin 2017. Ai planifikim është realizuar, pra janë instaluar rreth 17.500 konsumator tanë janë instaluar pajisjet valvola, termokokat dhe gjitha ato pajisjet përcjellse, alokatorët e nxehtësisë, matësit, sepse janë dy llojesh ato sipas sistemet qoftë ai vertikal apo horizontal i ngrohjes nëpër objektet banesore, janë furnizuar pra këta konsumatorë, ndërkohë ne kemi ndarë fonde nga buxheti vetanak i ngrohtores për të vazhduar pajisjen e konsumatorëve tanë me këto pajisje, pasi që është një sistem më korrekt, është një sistem më modern i matjes dhe i faturimit dhe përveç tjerash, para së gjithash në fakt ofron mundësi gjithë konsumatorëve tanë që të kursejnë, zvoglojnë dukshëm shpenzimet e tyre për ngrohje. Është e vërtetë që me gjithë ato fushatat tona në vazhdimsi për vetëdijsimin e tyre, për të njoftuar ata, për të ndihmuar ata të ndryshojnë komplet shprehit e shfrytëzimit të energjisë ngrohëse me cilën i furnizojmë ne, ka qenë pak një huti e konsumatorëve tanë, ndoshta derisa i kanë testuar edhe vetë funksionimin e tyre dhe mënyrën se si do të mund të kursejnë energji ngrohëse, ka pasur në fillim ankesa nga se ata i kanë lëshuar në vazhdimsi gjithë pajisjet me kapacitet plot në radiatorët e tyre dhe kjo ka krijuar shpenzime
tepërta për gjithë konsumatorët që nuk kanë kursyer energji ngrohëse. Në vazhdimsi kemi bërë kërkesa apelet shumëta që ata të kursejnë energji ngrohëse, mos të shpenzojnë në ato hapësira ku nuk i shfrytëzojnë dhe gjatë ditës ku nuk janë në banesat e tyre ndalin ngrohjen. Kjo është elementare, patjetër ata duhet të aplikojnë këto metoda për të kursyer energji ngrohëse. Ka pasur, është e vërtetë, edhe në fillim sezonin 2024-2025 ka pasur një numër shumë të madh ankesave për çështjen e faturimit, ndërkohë ata kanë filluar të aplikojnë metodat e kursimit dhe në pjesën e dytë sezonin ngrohës përkatësisht në fillim të këtij viti është ulur dukshëm niveli i ankesave dhe dikun sipas hulumtimeve që kemi bërë, mbi 60% e konsumatorëve tanë kanë kursyer dukshëm, kanë ulur dukshëm faturat e energjisë termike. Pra përveç këtyre pra që folëm tani, është edhe rjeti apo zgjerimi i rjetit ngrohës. Shumë qytetarë ju intereson se kur do të shkoj pra ngrohja në lagjen e tyre. E di që keni edhe projektin Solar for Kosovo, por çfarë është duke u bërë edhe tjetër? Projekti ndërkombëtare ka një vit gjatë realizimit për shkak përgatitjes, bëhet gjithçka me matje precize, me studime fizibiliteti, me përgatitjen e dokumentacionit përcjellës. Gjitha është një numër shumë i madh i dokumenteve të cilat janë domosdoshme për të realizuar një projekt. Qoftë studimi para fizibilitetit, studimi i fizibilitetit, studimi i ndikimit mjedis, është ajo pjesa e kontaktit me gjithë ata konsumatorë që preken direkt nga ky projekt, pasi që në hapësiren ku do të shtrihen panelet solare në afërsitë të fshatit Shkaba e Re, në një hapësirë për 25 hektarësh që është dedikuar nga Qeveria e Kosovës pikërisht për projektin Solar for Kosovo 2, atëherë do të ketë zhvendosje disa banorëve që janë të vendosur në atë hapësira, janë disa buq që kanë shfrytzuar ato hapësira, janë gjithë ato elaboratet e shpronësimit, mënyra e kompenzimit të tyre për gjithë kulturat bujqësore që i kanë kultivuar, dëmet që mund t'ju shkaktojnë atyre nga kjo zhvendosje, janë shumë dokumentacione që po përgatiten që gjithçka të shkojë sipas ligjeve vendore, por edhe atyre standardeve ndërkombëtare për shpronësime dhe për realizimet projekteve të tilla. Është një nga projektet më të mëdha të energjisë në Kosovë, është i dyti për nga kapaciteti në Evropë, vetëm Danimarka ka një projekt të tillë me një kapacitet kaq të lartë, janë dikon një hapësirë për 63.000 kilometrash, metrave katror, është hapësira e paneleve solare që do të vendosen në afërsitë të fshatit Shkaba e Re, dhe një rezervuar për rezervimin e nxehtësisë dikon me 400.000 metra kub ujë. Aty gjatë ditës, kur do të shfrytëzohet energjia diellore për prodhimin e energjisë termike, normalisht gjatë ditës kemi temperatura më të mira dhe nuk ka nevojë për një energji më të madhe të furnizimit me ngrohje për konsumatorët tanë. Andaj kjo energjia që do të rezervohet në atë rezervoarin nëntoksor, pra në një hapësirë prej 400.000 metrave kub ujë të ngrohtë, ndërsa gjatë pjesëve kur ka nevojë më shumë konsumatorët tanë, rritet kërkesa për energji termike, sidomos në orët e vonat natës apo në orët e hershme të mëngjesit, atëherë do të shpenzohet kjo energjia që do të rezervohet. Është një projekt modern, është i pari pra në rajon për nga kapaciteti dhe mundson zgjerimin e rrjetit të ngrohjes për 8.500 konsumatorë të ri, njësi banesore dhe dikon sipas një përllogaritje dikon rreth 38.000 banorë qytetit Prishtinës do të përfitojnë nga kjo ngrohje. Është energji e pastër diellore, nuk ka ndikim mjedis, përveç që nuk do të ndikojë në emitimin e gazrave të dëmshme për ambientin, ajo do të ndikojë edhe në mjedisin e qytetit Prishtinës, ku do të ketë zgjerime të rrjetit të ngrohjes, pasi që nëpërmes furnizimit me këtë projekt, konsumatorët nuk do të kenë nevojë që të shfrytëzojnë alternativa tjera ngrohëse që janë shumë të dëmshme për ambientin. Zgjerimi do të përfshijë për herë të parë lagjen Top Hane, ndërtimet kolektive, pjesën e poshtme të lagjes Kalabria me ndërtesa kolektive, një pjesë të lagjes Lakrishte, ato shumë katëshet në pjesën e poshtme të lagjes Lakrishte, do të shpërndahet rrjeti edhe tek pjesa e qytetit Prishtina e vjetër, pjesës me ndërtime kolektive gjithashtu. Pra është një nga projektet më të mira, më moderne që do të realizohen dhe më të rëndësishme për energjinë në vendin tonë. Aelita, faleminderit shumë për gjitha këto informacione që ndahet për gjithë shikuesit e Koha Vizionit. Ishte kënaqësi si gjithmonë, faleminderit shumë. Me këto informacione ne po e kthejmë linjën në studio.